Njësitë vendore japin alarmin për vonesat në shpalljen e listave zgjedhore për zgjedhjet e 23 qershorit. Kreu i njësisë bashkiake nr. 6 në kryeqytet, Krenar Cenollari, lëshon kritika të ashpra në adresë të Ministrisë së Brendshme dhe Drejtorisë së Gjendjes Civile, që sipas tij nuk po korrigjojnë problemet në regjistrin themeltar në listën e votuesve. Ne kemi bërë shkresa zyrtare Drejtorisë Përgjithshme të Gjendjes Civile, i jemi drejtuar KQZ-s dhe prefekturës ku i bëjmë me dije shqetësimin ton. Ka më shumë se një muaj ku listat në njësinë bashkiake nr. 6 janë me gabime dhe me gabime jashtëzakonisht shumë mëdha, që do të thotë në rang alfabetik nuk është në bazë ligjit dhe ndarja akoma kemi qendra të cilat nuk janë ndarë në bazë ligjit. Cenollari ngre gjithashtu shqetësimin për mungesën e fondeve për njësitë vendore nga ana e Drejtorisë së Gjendjes Civile për përballimin e shpenzimeve për përgatitjen e zgjedhjeve. Asnjë lek nuk na ka ardhur deri tani nga Drejtoria e Gjendjes Civile. Imagjinoni ju zgjedhjet sa vinë dhe kërkojnë akoma më shumë shpenzime, akoma më shumë investime dhe ne jemi para faktit të dështimit total sepse nuk kemi as buxhet për të bërë dhe për të menaxhuar këto zgjedhje. Prandaj i bëj thirrje Drejtorisë së Gjendjes Civile, i bëj thirrje Ministrisë së Brendshme të marrë masa për delegimin e fondeve pranë njësive të pushtetit vendor për mirë menaxhim të këtyre zgjedhjeve. Në të kundërt, zgjedhjet janë dhe do jenë dështim i Ministrisë së Brendshme. Në njësinë bashkiake nr. 6 do të votojnë më shumë se 47.000 qytetarë në zgjedhjet e 23 qershorit.